Vdekja ndaj padrejtësisë është krim i pafalur. Pra lejo të ndërshëm në këtë kohën bashkohore, kur ulli toksor është mbush me padrejtësi, dhe si që ka thonë një dietar i Egjiptit bashkohor që është nda prej kësaj dunjoj, Allahu Azza wa Jell e mëshirov thonte: nëse hasni padrejtësi në sipërfaqen e tokës, dini se rezultati padrejtësisë është për shkak se ata të cilët duan të ndalojnë padrejtësinë dhe të flasin kanë hesht, që i ka bo udhëhecit bashkohor të jenë Tiranë. Po ashtu thonte Abdul Hamid Kishki, thonte: nëse njerëz e drejtësisë nuk flasin kundra padrejtësisë, atëherë manipulohen njerëz e padrejtësisë dhe mendojnë se janë në të vërtetë. Dhe thonte Imam Ahmed ibn Hanbali: nëse dietarët nuk e flasin të drejtën, si ka mundësi populli që të kupton të drejtën dhe të vërtetën?